Republika e Kosovës është gati të ketë forcën e saj të armatosur, ndërsa ushtria shqiptare do të jetë udhërrëfyesja dhe trajnuesja e saj më e mirë në rrugën për antarësimin drejt NATO-s. Kështu është shprehur Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodeli gjatë konferencës për shtyp me Ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Saki Demollin. Mendoj se Kosova është gati të ketë forcën e saj të armatosur, nëse të gjithë faktorët politikë të Prishtinës e mbështesin dhe dëshirojnë këtë gjë. Rruga për antarësimin në NATO është pas më të vogël ndryshime vështirë. Kërkon vizion, kërkon vendosmëri, edhe korrektesë në përmbushjen e kritereve të forta që Aleanca ka. Ne do të jemi për ju, këshilltarët, trajnuesit dhe udhërrëfysit më të mirë në këtë rrugë, Ministri Demoll. Nga ana e tij, Ministri i Ri i Forcës së Sigurisë së Kosovës vlerësoi Kodelin për mbështetjen e dhënë me ekspertë si pjesë e misionit këshillues të NATO-s pranë FSK-s. Ai vlerësoi gjithashtu prezencën dhe kontributin e ushtarakëve shqiptar në kuadër të KFOR-it. Shqipëria po bën shumë për të përfaqësuar interesat e Kosovës në NATO. Dhe përfundimisht me nënshkrimin e protokollit për planin e veprimit për vitin 2015, ne presim që përvojat e Shqipërisë në integrimin dhe antarësimin e NATO-s të jenë shumë të dobishme edhe për ne. Ne mund të mësojmë mësime të vlefshme nga përvoja e shtetit shqiptar në rrugën e integrimit të tyre në euroatlantike. Mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës u firmos edhe plani i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes për vitin 2015. Gjatë vizitës në Prishtinë para disa ditësh, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se krijimi i forcës së armatosur të Kosovës është çështje e autoriteteve kosovare.